Të nderuar kolegë dhe bashkëpunëtor, sot dëshiroj t'ju paraqes rastin e hidrocefalisë triventrikulare, pra një keqformim mjaft i rrallë dhe kompleks i sistemit nervor qendror, që karakterizohet nga një zgjerim i pazakontë i ventrikujve të trurit dhe shkaktohet kryesisht nga një bllokim ose dëmtim i qarkullimit normal të lëngut cerebrospinal. Nga pikpamja epidemiologjike, incidenca e kësaj patologjie vlerësohet të jetë mes 0.5 dhe 3 raste për çdo 1000 lindje dhe mund të ketë një prevalencë të lehtë te gjinia femërore. Bazuar në shkaqet themelore, dallojmë hidrocefalinë fetale të tipit obstruktiv nga ajo e tipit jo obstruktiv. Në rastin e patologjisë obstruktive, shkaqet më të shpeshta janë stenoza e akuaduktit Sylvius ose një bllokim i vrimave të ventrikulit katërt, si edhe malformimi i qiarit. Dërsa kur hidrocefalia është e tipit jo obstruktiv, ajo shoqërohet ose me prodhim të tepërt të lëngut spinocerebral ose me përthithje të reduktuar të tij. Hidrocefalia fetale mund të shoqërohet gjithashtu me lloje të tjera të gjendjeve patologjike, si për shembull infeksione kongjenitale nga citomegalovirusi ose toksoplazma, ose mund të jetë pasojë e hemoragjive cerebrale fetale apo e defekteve të tubit neural, si për shembull spina bifida. Ose gjithashtu mund të shoqërohet me disa anomali kromozomike, si për shembull trizomit 13, 18 dhe 21. Por, fatmirësisht, në shumicën e rasteve, pra në rreth 70% të rasteve, është e izoluar. Diagnoza bëhet gjatë ekografisë prenatale nga 3 mujori e dytë e tutje, si në rastin në fjalë, që ka të bëjë me një grua shtatzën që ka ardhur gjatë javës së 25 të shtatzënisë. Bëhet fjalë për një patologji me fillim të papritur që mund të shfaqet në çdo fazë të shtatzënisë. Shumë e rëndësishme klinikisht është klasifikimi ekografik, pra shkalla e dilatimit të ventrikujve. Në fakt, flasim për hidrocefali të lehtë ose borderline, kur ventrikujt ka një zgjerim midis 10 dhe 12 mm, të moderuar kur ky zgjerim është midis 13 dhe 15 mm, ndërsa flasim për hidrocefali të rëndë kur ky zgjerim i kalon 15 mm. Standardi i art, si për të konfirmuar diagnozën, ashtu edhe për studimin e anatomisë, është rezonanca magnetike fetale, e cila në shumicën e rasteve shoqërohet me studimin e kariotipit fetal nëpërmjet amiocentezës, veçanërisht për të përjashtuar dyshimin për një lidhje me sëmundje të tjera gjenetike. Prognoza, në fakt, përveç se varet nga shkaku themelor dhe ashpërsia e dilatimit, ndikohet gjithashtu dhe mbi të gjitha nga anomalitë shoqëruese, si dhe nga evolucioni në kohë. Në të vërtetë, hidrocefalia fetale mund të përparojë në disa raste gjatë jetës fetale. Duke u ndalur te rasti në fjalë, masa e atriumit të ventrikulit lateral të djathtë rezultoi 12/7 mm, ndërsa ajo e atriumit të ventrikulit lateral të majt 14/1 mm. Duke vazhduar mëtej me studimin e pjesës tjetër të anatomisë, u konstatua një falë cerebrale rregullt. Talamuset nuk janë të bashkuar me njëri tjetrin dhe u evidentua kavumi i septum pellucidum, ashtu si edhe masa e cisternës magna rezultoi brenda normës, pra 4/3 mm. Pas kësaj procedure, kemi arritur të përjashtojmë praninë e tumoreve të gropave kraniale, të cilat mund të shkaktojnë një hidrocefali të tipit obstruktiv. Në raste si ky i hidrocefalisë fetale, përveç se të vizualizohet kavumi i septum pellucidum dhe korpusi kalloz dhe të vërtetohet që ka biometrinë e rregullt, është thelbësore edhe studimi i xhiruseve. Në rastin ton, insula është vizualizuar dhe duket me normë. Në të kundërt, çarja parieto occipitale rezulton të jetë më e vogël në krahasim me moshën gestacionale. Po, aq e rëndësishme është të vërtetohet që shtylla kurrizore është në normë, pikarisht sepse, siç u tha, me hidrocefalin mund të shoqërohen edhe defekte të tubit nervor, si për shembull spina bifida, e cila në këtë rast është përjashtuar pasi shtylla kurrizore duket në normë. Është kryer gjithashtu matja e shpejtësisë së rrjedhjes së gjakut në arterien cerebrale të mesme,
pasi një rritje e kësaj shpejtësie shoqërohet me praninë e infeksioneve kongjenitale, siç janë infeksionet e përmendura nga citomegalovirusi dhe toksoplazma, ose edhe lloje të tjera infeksionesh, si ato nga parvovirusi, B29 apo virusi Coxsackie. Në rastin ton, shpejtësia e rrjedhjes së gjakut në arterien cerebrale të mesme është 20 cm në sekond. Në rastin në fjalë, anatomia tjetër fetale që mund të eksplorohej me ekografin në këtë periudhë rezultoi të ishte brenda normales, ashtu si edhe biometria fetale e rregullt për këtë periudhë, me përjashtim të një perimetri abdominale në percentilin e 25. Në përfundim dhe gjatë këshillimit të qiftit lidhur me rëndësinë e pamjes ekografike të konstatuar, është e nevojshme të këshillohet kryerja e një rezonance magnetike fetale, e cila, siç u tha edhe më parë, është thelbësore si për të konfirmuar diagnozën, ashtu edhe për studimin e anatomisë. Një studim i kariotipit fetal me vëmendje të veçantë ndaj lisencefalisë, duke pasur parasysh në rastin ton zbulimin e një çarje parieto-okcipitale më të vogël, një konsult gjenetike e shoqëruar edhe me një konsult neurokirurgjikale, një vlerësim i kompleksit të ORC, parvovirusit B19 dhe virusit Coxsackie, për shkak të lidhjes së përmendur më parë me infeksionet intrauterine, kontrolle periodike ekografike çdo 2 deri në 3 javë dhe një konsult neuratologjike, duke pasur parasysh rëndësinë e lindjes me një vend ku është e pranishme terapia intensive neonatale.